Këshilltarët e mazhorancës në Këshillin Bashkiak të Vlorës i shprehin mbështetje maksimale dhe pa kushte kryetarit të bashkisë Elisa Lili. Kryebashkiaku i ri i zgjedhur me votat e këshilltarëve bashkiak zhvilloi këtë të premte një vizitë të papritur në sallën ku po mbaheshin komisionet e Këshillit përpara zhvillimit të mbledhjes së ditës së hënë. Kryetari e Komisionit Financave Elsa Bezhani i tha kryebashkiakut Lili se ka mbështetjen e tyre pasi Vlora duhet të ecë me ritme të shpejta zhvillimi. Unë jam Endri, jemi një ndër ata këshilltarë, kemi dhe kolegë të tjerë, jo vetëm ne që ne jemi shumë oponentës. Gjithmonë jemi në kuadrin e kërkesës llogarisë për të bërë punë të mira. Dhe kam fatin që të takohem për ditë me këta punonësit e bashkisë dhe për ditë unë komunikoj çfarë me këtë, çfarë me atë dhe mase janë ndjerë të bezdisur nga mua. Por unë nuk e kam as për interes personal, e kam thjesht për atë që qyteti duhet të ecë, duhet të ketë ritme dhe këta zotrin duhet të ndezin motorat në mënyrë kryetari bashkisë njeri është. Me qenë, po t'i kryen dhe gjitha punët kryetari bashkisë nuk do kishte administrat. Mbështetje për kryetarin e ri të bashkisë së Vlorës ka dhënë edhe kryetari i Komisionit Juridik Endri Hyseni, i cili shfrytëzoi të drejtën që jep ligji që në mbledhjen e ditës së hënë të propozonte emrin e Elisa Lilit si kandidatin potencial që duhet të merrte drejtimin e bashkisë së Vlorës, duke u votuar në shumicë nga këshilltarët bashkiak. Hyseni tha Lilit se të gjithë bashkë duhet t'i japi maksimumin për të bërë punë të mira për qytetin e Vlorës, që prioritet ka turizmin dhe ku investimet që do t'i paraqiten Këshillit Bashkiak për miratim nga administrata e bashkisë do të kenë mbështetjen dhe aprovimin e tyre maksimal. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, si zgjedhur nga Këshilli Bashkiak, Elisa Lili, u tha këshilltarëve se mesazhi dhënë prej tij nga aksioni i pastrimit një ditë më parë në Zvërnec dhe që mund të jetë keq interpretuar nga facebookistët, ishte një mesazh i qartë për administratën e bashkisë për të qenë fokusuar tek punët publike dhe pastrimi i qytetit. Përpiqem të lë disa mesazhe konkrete. Këmbane alarmit atje, atë ishte për atë pikë atje dhe ishte direkt për drejtorinë e pastrimit, për njerëzit që duhet ta shkojnë atë si një proces rutinë për ta bërë. Nuk është të mblidhemi dhe të bëjmë një aksion. Këshilltari e Këshillit Bashkiak të Vlorës, njëkohësisht kryetare e Komisionit të Financave Elsa Bezhani, tha se kryetari i bashkisë Elisa Lili nuk duhet të lexojë apo shikojë fare facebookistët duke mos u avarur, por të vazhdoj punën me ritme dhe pa u ndalur, pasi Këshillin Bashkiak do ta ketë me vete. Kryetari i bashkisë Elisa Lili theksoi se ka projekte të rëndësishme për kanalin e ujrave të larta dhe rekonstruksionin e pompave të hidrovorit, të cilat janë tashmë gati dhe që do t'i shërbejnë qytetit. Një është kanali i ujrave të larta dhe tjetra është rekonstruksioni i pompave të hidrovorit. Këshilltarja e Këshillit Bashkiak të Vlorës, njëkohësisht kryetari i Komisionit të Financave Elsa Bezhani, edhe njëri shprehu kryetarit të bashkisë Elisa Lili mbështetjen pa kushte të Këshillit Bashkiak për punë të mira për Vlorën. Kryetar, mbështetjen tonë do e keni pa kushte. Unë jam në dispozicion për gjithë këta kolegët sepse i konsideroj kolegë. Komisionet e Këshillit Bashkiak të Vlorës u mblodhën gjatë kësaj të premteje me një kërkesë të kryebashkiakut Elisa Lili për zhvillimin të hënën të një mbledhje të Këshillit Bashkiak për miratimin e projekt vendimit për një rishpërndarje të fondeve në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 111 datë 27/12/2024 për buxhetin e Bashkisë së Vlorës 2025 i ndryshuar. Sipas letrës drejtuar kryetares së Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, kryetari i bashkisë Elisa Lili tha se po e paraqesim mjeshtradhe këtë projekt vendim pas nevojave të bashkisë për disa ndryshime në zërat e investimeve. Koha e kufizuar për prokurimin e tyre, si dhe detyrimi në mbështetje të ligjit numër 9936 datë 26/6/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 51, në të cilin parashikohet se pas datës 15 tetor nuk mund të merren angazhime të reja buxhetore. Në këto kushte kemi të domosdoshme që të zhvillohet një mbledhje jashtëradhe e Këshillit Bashkiak, thot kryebashkiaku Lili, duke i vendosur në dispozicion të kërkesës edhe relacionin përkatës.